Pika 3, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Të nderuar deputet, mbështetur në nenin 67, paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe të nenit 11 rregullore së Kuvendit, kryetari i Kuvendit propozohet nga subjekti më i madh parlamentar. Andaj, në bazë të nenit 67, paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në rastin numër 119/14 të datës 26 gusht 2014, subjekti parlamentar me numrin më të madh të deputetëve i dal nga zgjedhjet e mbajtura me 9 shkurt 2025 është lëvizja vetëvendosje që ka të drejtën ta propozojë kandidatin për kryetar të Kuvendit. Ju njoftoj se kryetari i Kuvendit zgjidhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit, së paku 61 vota për. Ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj kandidatin për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Të nderuar kolegë, së pari ju uroj secilin prej jush që e keni marrë besimin e qytetarëve të Republikës Kosovës për ta kryer këtë detyrë shumë të rëndësishme si deputet të zgjedhur. Lëvizja vetëvendosje për kryetarët të Kuvendit të Republikës së Kosovës e prezanton zonjën Albulena Haxhiu. Faleminderit. Përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosje propozon deputetën për kryetar të Kuvendit, propozon deputetën zonjën Albulena Haxhiu. Shërbimi i deputetëve të verifikoj numrin e të pranishmëve që të vazhdojmë tutje. Ju njoftoj se në salë janë të pranishëm 115 vetë, kemi quorum dhe mund të vazhdojmë tutje. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon?
115. Po, jo s'ka lidhje. Është shtot 20 edhe nuk ka. Konstatoj rezultatin, po, konstatoj nuk ka. Më thonë që nuk ka lidhje. Konstatoj se Kuvendi i Republikës së Kosovës me 57 vota për, 20 kundër dhe 3 abstenime nuk e ka votuar kandidatën e propozuar për kryetarit të Kuvendit nga Lëvizja e Vetëvendosje. Propozoj për një pauzë 15 minutëshe.